Sa i përket çiktina Muhammed Nejat al-Ballkanit, ky vllazdash shkurt me më pak fjalë dhe pa filozofi, është prej xhawarizëve. Kur thamë është prej xhawarizëve, është prej tekfirëve, për të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se me të vërtetë njerëzit më të fllëç, të bitur nën qiellin e tokës janë xhawarizët. Edhe me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse doni mi ditë çem të zjarrit të xhenemit, janë xhawarizët. Edhe ky vllazën dashur ka shumë probleme në besimin e tina, nga se besimi i tij domethënë tërësisht përputhet me besimin e tekfircave. Elusna Allahun azza wa jall që këtë njeri ta udhëzon, nëse nuk e udhëzon inshallah Allah azza wa jall e shkatron dhe i mbron musliman prej sherrit këtina, se me të vërtetë ky njeri është një sherr mbi muslimanët. Është edhe një pyetje tjetër e cila është parashtrur mbi këtë njeri, domethënë se kjo argumentohet me fjalët e Ibn Taymiyes dhe fjalët e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, vllaz dashur, një njeri i cili mundohet të argumentohet gjithsecili, murxhit, tekfircat, ehli sunneti dhe xhamati, bidatçit, këtë mundohen të argumentohen me fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Mirë, po problemi i këtyre është se këto xhamati këtina mundohen me i kut fjalët e Sheikhul Islamit dhe me i prezentu aty ku ju konvenon. Nëse atyre ju prezentohet apo ju jepet fakte dhe nuk është e drejtë që njeriu më jamor një fjalë një hoxh se më thon kjo mendimi i tij, kurse e dina se ka edhe mendime tjera dhe fjalë tjera të hoxhës, i cili bjen në kundërshtim me besimin e këtij. Andaj Allah zosh i këshilloj çdo vëlla, çdo musliman i cili e don Allahun azza wa jall dhe e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të largohet prej këtij njeriu dhe prej mësimeve dhe prej xhamatit këtina. Se me të vërtetë ky njeri është një mikrob i cili nëse bjen në zemrën e njeriu e smun dhe e bën që të armiqson gjithata. Këto njerëz domethënë nuk kanë lënë, nuk kanë lënë të bëjnë tekfiri kërkan. Edhe njerëzit më të mirë fytyrën e tokës, të cilët kanë dhënë shpirtra, kanë dhënë jetën për hir të Allahut azza wa jall, siç janë mujahidët, edhe ato nuk janë musliman tek këto. Për fat keq domethënë çdo njeri tek këto, secilën javë shkon ka një herë pastrohet dhe hin në islam, feja e këtyre bazohet se këtë njerëzit janë qafira përveç atyre, Allah e din më së miri.